Tensionet mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit po hynë në një fazë të re për shkallëzimi, ndërsa Washingtoni po forcon ndjeshëm praninë e tij ushtarake në lindjen e mesme. Burime amerikane bëjnë të ditur se Pentagoni ka urdhëruar zhvendosjen e aeroplan mbajtëses USS Abraham Lincoln dhe anijeve shoqëruese nga deti Kinës jugore drejt rajonit, një lëvizje që zakonisht paraprin operacione ushtarake të mundshme. Kjo vjen vetëm disa orë mbas nisjes së evakuimit të qindra ushtarëve amerikan nga baza ajrore Al Udeid në Katar, baza më e madhe e Shteteve të Bashkuara në lindjen e mesme. Analistët e sigurisë e interpretojnë këtë si sinjal se administrata amerikane po përgatitet për çdo skenar. Sipas raportimeve të NBC News, presidenti Donald Trump i ka bërë të qartë ekipit të tij të sigurisë kombëtare se nëse ndërmerret një veprim ushtarak kundër Iranit, ai duhet të jetë i shpejtë, i fortë dhe vendimtar. Nëse veprojmë, duhet të jetë përfundimtare, citohet të ketë thënë një burim pranë diskutimeve në Shtëpinë e Bardhë. Megjithatë, këshilltarët e presidentit nuk kanë arritur ende të sigurojnë se një goditje ushtarake do të çonte në shembjen e shpejtë të regjimit në Teheran. Përkundrazi, ekziston shqetësimi se një Iran i dobësuar nga protestat brendshme dhe presioni ndërkombëtar mund të reagojë në mënyrë më agresive ndaj forcave amerikane dhe aleatëve të tyre, përfshirë Izraelin. Në këtë kontekst, burimet e administratës amerikane sugjerojnë se Trump mund të autorizojë fillimisht një operacion të kufizuar ushtarak, duke lënë hapësirë për përshkallëzim në varësi të zhvillimeve në teren. Duke folur për mediat, Trump deklaroi se SBA po monitoron nga afër situatën në Iran dhe pretendoi se regjimi iranian ka ndaluar vrasjet e protestuesve dhe ka pezulluar ekzekutimet e planifikuara, një zhvillim që sipas tij mund të shmangë një përgjigje ushtarake amerikane. Do të vëzhgojmë dhe do të shohim si do të zhvillohet situata, tha Trump duke lënë të hapur të gjitha opsionet. Ndërkohë, ambasada amerikane në Jeruzalem ka lëshuar një alarm sigurie duke u bërë thirrje qytetarëve amerikan për vigjilencë të shtuar dhe rishqyrtim të planeve të udhëtimit për shkak të tensioneve rajonale. Paralajmërimet ngjashme kanë ardhur edhe nga disa vende europiane. Sipas Politico, ambasada britanike në Teheran është mbyllur përkohësisht, ndërsa Italia, Spanja dhe Polonia u kanë kërkuar qytetarëve të tyre të largohen menjëherë nga Irani. Polonia ka paralajmëruar gjithashtu kundër udhëtimeve drejt Xhirit Persik dhe lindjes së mesme. Nga ana e tij, Teherani ka reaguar me tone të ashpra. Ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi i dërgoi një mesazh të drejtpërdrejtë Trumpit, duke paralajmëruar kundër përsëritjes së asaj që e quajti një gabim të dështuar. Nëse provoni sërish të njëjtën rrugë, rezultati do të jetë i njëjtë, deklaroi ai në një intervistë. Situata mbetet e tensionuar dhe e paqartë, ndërsa komuniteti ndërkombëtar ndjek me shqetësim zhvillimet që mund të ndikojnë drejtpërdrejt në stabilitetin e lindjes së mesme.